E pra të dashur miqtë mi, ja ku po takohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju dhe për të komentuar apo për të shprehur mendimin për ngjarjen që ka ndodhur brenda shtëpisë së Big Brotherit. Në fakt unë u befasova përse Rogerti gjatë gjithë javës qëndroi shumë i qetë dhe kisha pikpyetjet e mia çfarë mbante të qetë Rogertin, por ditën e sotme ai nuk qëndroi dot i qetë, plasi sërish. Të ofendosh një djalë me fenomenin që është Stenaldo dhe ti thuash kështu të ka fal Zoti, ti ofendon një komunitet të tërë. Stenaldo brenda shtëpisë së Big Brotherit me urdhërin e vllaut të madh, sepse ka hyrë me pëlqimin e vllaut të madh, nuk ka hyrë me forcën e vet, nuk ka hyrë me inatin e tij që të hyjë me se s'bën. Vllau i madh e ka vlerësuar që Stenaldo të jetë pjesë e Big Brother VIP Albania dhe të tregoj shkaktësinë e tij, të tregoj vlerën e tij, të tregoj njeriun e tij, para se Stenaldo është i verbër, Stenaldo është shumë i mençur, ka një logjik të papar, diti logjikoj gjërat në një formë spektakolare dhe ka treguar që në jetë nuk të bën të lumtur të shikosh, por të bën të lumtur të kesh një shpirt të mirë. Dhe ti, si personazh, si banor, do me thënë të bësh një lojë të tillë siç bëri Rogerti, duke e nxjerr atë mllefin e tij, do me thënë duke mos mundur në asnjë mënyrë që ta kontrolloj gojen e tij dhe ti thot vetes stop, këtë gjën e bëra gabim, nuk do bëj më gabime, do mundohem që të jem korrekt, nuk do ofendoj banorët dhe sidomos të ofendosh ti një banorin ti thuash kështu të ka dhënë Zoti, do me thënë ty të ka nem Zoti, të ka sill Zoti në këtë botë me dënes. Ajo është shumë e turpshme. Tani nuk falet Rogerti në këtë mes, sepse ka ofenduar në pikën që Stenaldos i djeg më së shumti. Unë mendoj që sido që ta ketë sill Zoti në këtë botë Stenaldon e ka sill shumë të bukur dhe me shpirt shumë të pastër. Stenaldo ka të drejtën që të godet në lojë në kuadër të lojës, pa prekur familje, pa prekur rreth të Rogertit në asnjë mënyrë, dhe Rogerti duhet të jetë në kornizë të lojës. Me 2 javë të tëra, do me thënë opinionistët, banorët duke e këshilluar që të mos të bën gabime të këtilla dhe të mos të prekën në seder apo në gjëra ku dhëm, Rogerti e bëri këtë gjë. Stonte kërkoi nga vllau i madh realisht të jepet penalitet i merituar në këtë pikën, sepse Stenaldo është një djalë fantastik, Stenaldo është një djalë i cili vërtet është i verbër, por ka dimensione shumë të bukura të vetes së tij dhe një burr i 50 vjeçar aty brenda, do me thënë në një shikueshmëri që është milionshë, të thotë që ti je dënimi i Zotit nga që je i verbër, ka ofenduar një komunitet të tërë. Big Brother është një lojë zgjuarësie, është një fenomen social i cili do me thënë provokon nervat, provokon qëndrueshmërinë, nxjerr karaktere në pa, por jo do me thënë të shkon deri në nivelin e ofendimit të këtill. Unë uroj që vërtet Rogerti të reflekton, të kërkon falje për gjën që ka bërë, sepse nuk është e bukur që njeriu të ofendohet dhe të lëndohet në atë defektin e tij, që jam i bindur që këtë gjë e ka parë dhe nëna e Stenaldos, është mërzitur shumë, që Stenaldo ka qenë shumë i bullizuar dhe ka qenë i papranueshëm në shoqëri vetëm për faktin që ka qenë i verbër.